Këtë mërkur 12 qershor, socialistët kremtojnë 34 vjetorin e partisë së tyre, pothuajse 3 dekada e gjysmë jetë politike, mes opozitarizmit dhe qeverisjes së vendit, ku të shumta kanë qenë sfidat me të cilët janë përballur, me ndikim në zhvillimet politike të tranzicionit shqiptar, ndërtimit të institucioneve dhe ecjes përpara drejt integrimit evropian të vendit. Kryesocialiste Edi Rama ka zgjedhur një trëndafil të kuq për të përcjellë mesazhin e urimit në këtë 34 vjetor të Partisë Socialiste. Me këtë simbol të flamurit të socialistëve dhe progresistëve shqiptar që në këtë 34 vjetor të valvitjes së tij është ngjitur më lart se asnjëherë, fal 856.177 zemrave të cilat u bën bashkë për Shqipërinë 2030 në BE. Ju uroj gëzuar ditëlindjen e Partisë Socialiste të gjithë anëtarëve e anëtarëve të familjes sonë të madhe politike, si edhe një ditë të mbar të gjithë të tjerëve pa përjashtim. 12 qershori 1991 ishte dita kur Partia Socialiste lindi si pasardhëse e Partisë së Punës, si shenjë qartë e divorcit përfundimtar nga e kaluara komuniste dhe duke u bërë njësh me ideologjinë e një të majteje progresiste. Por socialistët do duhet të presin edhe disa ditë për të mbledhur dhe uruar njëri tjetrin. Festa 34 vjetorit të mbahet pas ditën e 19 qershorit në oborin e selisë së partisë. Festë e cila do të pasohet pas një dite, me nisjen e edicionit të tretë të Akademisë Politike, konceptuar si format dedikuar gjeneratës më të re të deputetëve socialistë në legjislaturën e ardhshme, fryti i zgjedhjeve të 11 majit. Akademia do të shërbesi një hapësirë diskutimi dhe shkëmbimi mes figurave me më eksperiencë të Partisë Socialiste dhe deputetëve që i besohet për herë të parë përfaqësimi parlamentar, ndër të tjera do diskutojnë çështje që lidhen me rolin kushtetues të deputetit, marrëdhënies me elektoratin, etikës së përfaqësimit dhe arkitekturës së kuvendit.